Në thelb, lindja e mesme nuk është një drejtim si veriu apo jugu, është një pasqyrë mënyrës se si dikush tjetër e ka parë botën dhe mënyrës se si ajo pamje ka mbetur edhe kur vetë bota ka ndryshuar. Lindja e mesme mbetet rrënjosur në institucionet e politikës së jashtme të SBA-s dhe Britanisë, në think tanket e sigurisë të lidhura me NATO dhe në media tradicionale perëndimore, institucionet që krijuan këtë term në raport me Europën dhe vazhdojnë të formësojnë narrativat globale nga një këndvështrim perëndimor. Por kjo nuk vlen për vendet e kësaj gjeografie. Termi Azia perëndimore po zëvendëson gjithnjë më shumë lindjen e mesme në kontekste gjeostrategjike. Me këtë ritëm, mes pasojave të një pasnjëshme të luftës, Izraeli mund të mbetet së shpejti vendi i fundit, ndoshta i vetmi që mbetet brenda lindjes së mesme. Nga Teherani në Riyadh e deri në Kairo, pjesa tjetër e rajonit mund të zhvendoset gradualisht drejt Azisë perëndimore, duke lënë termin e vjetër eurocentrik si një hapësirë strategjike gjithnjë më të kufizuar rreth një shteti të vetëm.